Komuna Kallmet dhe Këshilli i Qarkut Lezhë, mbështetur nga programi LAADER i Komunitetit Evropian për Zhvillim, organizuan në fshatin Mërqi ditën rurale të Lezhës. Në këtë panajër u bë promovimi i prodhimeve artizanale, bujqësore dhe blegtorale të Kallmetit dhe gjithë zonës së Zadrimës. Fermerët dhe artizanet e Kallmetit dhe Zadrimës shquhen për punimet në tezja dhe prodhimet bujqësore dhe blegtorale tradicionale të një cilësie të lartë. Qëllimi i cilës është promovimi i prodhimeve bujqësore, blegtorale dhe artizanale të zonës. Komuna Kallmet shquhet ndër vite për prodhime të larmishme, si vaj i ullirit, vera Kallmet, djathi, mjalti, produkte artizanale, tezja e të tjerë. Realisht detyra e Komunës Kallmet, Këshillit të Qarkut dhe institucionet e tjera është gjetja e mundësive dhe treggjeve të shitjes për prodhimet në fjalë. Sot është momenti i promovimit të tyre në mënyrë që t'i mbështesin fermerët me prodhimet artizanale dhe bujqësore. Panajiri Dita Rurale e Lezhës ekspozoi vlerat tradicionale të këtyre prodhimeve, ku spikasin vera Kallmet, vaj i ullirit, djathi, mjalti, perime dhe zarzavatet. Krahas prodhimeve bujqësore dhe blegtorale, fshatrat e Kallmetit dhe të Zadrimës dallojnë për prodhimet artizanale në tezja dhe qendismat e pëlhurave. E vallaj zemra edhe shpirti më trillen si te.
rurale e Lezhës. Ky aktivitet ka si qëllim promovimin e produkteve artizanale bujqësore të Kallmetit dhe të prodhimeve të këtyre produkteve. Duke ju falendëruar për pjesëmarrjen, sidomos ju komunë, si uroj gjithë, mirë se erdhët në Kallmet, mirë se erdhët në fshatin Mërqia. Vite ose ndërshekuj, fshatet e komunës Kallmet shquhen për prodhime bujqësore, lektorale, artizanale dhe më së shumti sot është koha më e mirë për promovimin e tyre. Unë duhet të falenderoj të gjithë fremerët për pjesëmarrjen dhe sidomos për programi ligjor të fshatit Mërqia dhe Rabosh është një festë e madhe, është festa e Shënxonit. Dhe unë në emër të Këshillit të Komunës dhe të gjithë pjesëmarrësve ju uroj gëzuar këtë festë. Së diti fshati Mërqia quhet për edhe këtu në Mërqi. Dhe së treti fshati Ministrinë e Bujqësisë dhe ftojmë drejtorin e drejtorisë. Në dy fjalë, i nderuar zoti kryetari i komunës, i nderuar me të mund thjesht por shumë bukur të organizuar. Do të falenderoj edhe fermerët pjesëmarrës, të cilët fal vullnetit tyre, duket që kanë përqafuar edhe njëri tjetrin. Gjithashtu një falënderim i veçantë shkon edhe drejtorisë së bujqësisë dhe ushqimit për mbështetjen që i ka dhënë vendit tonë dhe ftojmë Drejtoria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit e gjen vetveten këtë ekspozit me ekspozimin e marrë dhe produkteve bujqësore edhe agropecuarie. Është një organizim për minimin tonë i shumë mirë në nivel përqases lider, është një iniciativë e parë këtij lloji dhe shpresojmë që të jetë një vazhdim i mirë, pra të ketë një vazhdim të promovimit të këtyre prodhimeve, sepse ne jemi të bindur dhe mendojmë se nëse do të kërkojmë një përmirësim të jetesës, një rritje të kushteve tona, duhet fillojmë duke vlerësuar rrallë parë vendin tonë dhe burimet që natyra na ka dhënë. Dhe nëse ne i vlerësojmë vetë ata, pastaj do shohim se do ketë edhe një interes nga pala tjetër. Unë uroj gjithë fermerët për punën e mirë që kanë bërë. Ky është një hap i parë nga ana e tyre, por do të vazhdoni dhe të kërkoni në mënyrë që të gjendet treg, në mënyrë që të afirmoni si biznese, sepse prodhimet tona janë shumë natyrale dhe janë shumë të preferuara. Prandaj këtu kemi edhe përfaqësues të ministrisë, të qeverisë, pra që duhet që të shohin me një sy të mirë dhe të japin një dorë këtyre iniciativave. Atëherë ju uroj që ta kaloni sa më këndshëm dhe thank you and the people in the Kallmet commune and Linda and Madeleine and other people to invite me. Në rurale në Shqipëri është dhe natyra e cila është mjaft e bukur dhe mjaft e mirë. What about the economic capital? Dhe keni këtu është se në fakt ekziston një kapital ekonomik shumë i mirë. Kryetari i komunës Kallmet Petrit Marku, nga momenti që është zgjedhur deri më sot nuk Patnalta. Faleminderit. Komuna Kallmet në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Lezhë dhe mbështetur nga programi LEADER, programi i Komunitetit Evropian për Zhvillim Rural, zhvillon sot në komunën e Kallmetit, fshatin Mërqi, një aktivitetin Dita Rurale e Lezhës. Qëllimi i cilës është promovimi i prodhimeve bujqësore, lektorale dhe artizanale të zonës. Komuna Kallmet shquhet ndër vite për prodhime të larmishme, si vaj i ullirit
vera kalmet, djathi, mjalti, produkte artizanale, tezgja e të tjerë. Realisht detyra e komunës Kalmet, Këshillit Qarkut dhe institucionet e tjera është gjetja e mundësive dhe tregjeve të fites për prodhimet në fjalë. Sot është momenti i promovimit të tyre në mënyrë që të mbështesin fermerët në prodhimet artizanale dhe bujqësore.